Mirëmbrëma dhe përshëndetje zonja dhe zotrinj. Ritakohemi përsëri së bashku. Natyrisht ka kaluar një vit. Jemi në emisionin e parë të vitit 2026. Ju uroj të gjithëve që ky vit të jetë natyrisht brenda atyre pritshmërive tuaja që keni në gjitha drejtimet, si për Skënderbeun në futboll, ashtu edhe për gjithë ekipet e tjera, duke filluar nga lojnat, voleybolli, basketbolli, atletika, por gjithë të tjerat, sepse Korça është qytet që natyrisht i do sportin shumë. Dhe ekipet duket se dal nga dal po marrin fizionominë e tyre për të na treguar dhe për ta entuziazmuar, për të rritur ata adrenalinën kudo që janë. Besoj se ka qenë një vit i mirë. Ai 2025-s uroj dhe shpresoj që 2026-ta të jetë vit akoma më i mirë. Kanë startuar të gjitha aktivitetet sportive. E natyrisht vëmendja është përqendruar tek futbolli pasi është ngritur si pari i ndeshjeve për këtë vit futbollistik. E natyrisht të gjithë ky vit do të javë verdiktet se ku do të renditen ekipet. Ashtu si ne jemi këtu në studio në RTS Korçës në emisionin ton Sport, kështu do të jemi deri në fund të këtij sezoni ku do të mbyllet pra të gjitha këto veprimtaritë. Besoj se kemi qenë së bashku dhe kemi kaluar mirë gjatë vitit kaluar. Besoj dhe uroj që të jemi të tillë edhe në këtë vit të ri. Ju ftoj të gjithëve, mos u largoni nga ekrani i RTS Korçës, pasi ne ju azhërnojmë me të gjithë rrejat dhe ato që ndodh gjatë javës, por edhe momentale. Miqë zgjata pak, por që gjithsesi këto emisione nuk mund të bëhen pa të ftuarit tanë, të cilët i falenderoj në mënyrë të veçantë që janë pjesë e këtij emisioni me opinione dhe mendimet e tyre. Po filloj sot me prezantimin me Dimitraj Xhambazin, ikonën e futbollit korçar dhe shqiptar. Xhambazi, mirëmbrëma. Ka kaluar një vit, por besoj se vetë shpejt. Është vetë shpejt. Duket kanë disa ditë, disa javë, por fillojmë përsëri me aktivitetet sportive siç e përmendët ju me të gjitha llojet. Në veçantë futbolli, se futbollin e kemi dhe si me të kohës, edhe është një futboll që gjithmonë do me të tërheq shumë njerëz dhe pëlqejet shumë nga sport. Profesor, ishim në periudhë pushimit, tani filluan ndeshjet sikur u ndiem më ndryshe, ëh? Ishim në kohë pushimi dhe kuptohet që pas pushimit ka dhe probleme të tilla që edhe sportistët e trajnerët. Edhe ne kemi çfarë të diskutojmë më shumë. Kemi dhe të diskutojmë më shumë, sepse e tillë është situata, kuptohet që futbollistët nuk janë atë formën, ose sportistët të përgjithësi nuk janë atë formën që kërkojnë ata, sepse janë pas pushimeve dhe kështu që mendoj se do të ketë kohë për të folur për këtë. Brenda Salim, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Më me energji, ëh? Besojmë vit i ri, shpresojmë të jetë fillim i ri, edhe për Skënderbeun, edhe për emisionin, edhe për të gjithë sportdashësit që na ndjekin nga valët e Korçës. Hildi Merolli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi, dhe një vit i mbarë për të gjithë, në të gjitha fushat e jetës, por më së shumti edhe në atë futbollistik. Petrika Vangjeli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi, ti the që ky ishte një vit i mirë për sportin e Korçës. Jo, thash e tjetër që të jetë më i mirë ky që vjen. Po patjetër, po unë të them që nuk ishte një vit i mirë sepse rënia nga kategoria ka mërzitur tifozërinë korçare dhe unë njoh njerëz që kanë qenë gjithë jetën në stadium dhe në kategorinë e parë nuk kanë ardhur në asnjë moment në stadium sepse nuk e përballuan dot rënien nga kategoria. Apo të ftohtë. Jo, rënien nga kategoria sepse nuk ka qenë ftohtë në shtator. Okej. Kalojmë pak tek aktualiteti dhe do ta fillojmë me ju Brendon. Shumë diskutime ka patur kohët e fundit për atë që ne kemi thënë shpesh në emision për sa i përket infrastrukturës dhe për më shumë stadiumin e ri. Duket sikur tani gjithçka ngeli në letër. Çfarë ka ndodhur? Atëre, ne kur e thoshim këtu që kemi përmendur disa herë në emision, nuk ishte se ishim kundër stadiumit apo ishim kundër thjesht, po transmetonim ose paraqisnim atë që ndodhte në realitet. Ideja është që dhe në muajin shtator dhe në datë 30 shtator ka qenë afati zyrtar nga Korporata Shqiptare e Investimeve për të gjithë investitorët që do të kishin interes qoftë për stadiumin e Durrësit, të Vlorës dhe atë të Korçës, që ishin 3 projektet që në 2023 u përzgjodhen studiot arkitekturore fituese nga bashkitë përkatëse nga Juria, ku ishte edhe kryeministri. Në momentin që u kaluan në korrik të këtij viti, të vitit shkuar, pra në 2025-ën, vendimi në Këshillin Bashkiak që t'japte rrugë vendimit qeverisë për shpalljen e kësaj thirrje, pasi justifikimi zyrtar ishte që Fondi Shqiptar i Zhvillimit, qeveria, bashkia, pra në Bashkëpunimin e Federatës nuk kishin fondet e mjaftueshme për të kryer rikonstruksionet e këtyre stadiumeve apo ndërtimin e stadiumeve të reja. Dhe u hap thirrja me partneritet publik-privat sipas modelit të Air Albanias që të bëjë njëti model edhe këtu, kuptohet në bazë të karakteristikave të qyteteve. Vlora dhe Durrësi pak më ndryshe, ato projekti i zonës tregtare dhe zonës urbane i pallateve dhe
zonës përreth stadiumit të qytetit Korçës, si më i përshtatur kuptohet me strukturën urbanistike dhe arkitektonike të qytetit, dhe që do të qenë ajo pjesa që është aktualisht Lulishtia, që është zona përreth stadiumit Skënderbeu, për te historisë pasaj të pronësisë që mund të ishte. Kalojmë konkretisht Brendan. Deri në shtator nuk pati asnjë kompani apo investitor të huaj apo vendas të interesuar, pavarësisht fjalëve që qarkulluan her pas here që jo po kishte dikush apo dojnë dikush. Po, interesim kishte. Por duke se bën ato llogaritë me s'kishte diçka konkrete, pasi me sa duket ai investim nuk i përmbush ato kriteret e një kompanie të caktuar që do të fitojë në një afat mbase me afat shkurtër ose afat mesëm. Tani çfarë ndodh? Në këto momente procedura është e pezulluar. Në qoftë se korporata shqiptare e investimeve do ta rihap përsëri thirrjen, mund ta rihap, mund të dështoj përsëri si dështove, mbase mund të ketë këtë radhë dikë të interesuar, por për momentin çdo gjë është e bllokuar dhe nuk është vetëm për Korçën. Pra dhe Vlora dhe Durrësi për momentin që teorikisht janë edhe potencialisht nga pikpamja ekonomike, demografike, të tjera janë më rentabël teorikisht se sa Korça, dhe ato për momentin janë të bllokuar. Nuk e di çfarë interesash të tjera mund të ketë, por që për momentin asgjë nuk lëviz në këtë drejtim, dhe ajo që shpresonin një pjesë e mirë tifozëve të Skënderbeut që tani që po vinte fundit dënimit, nëse Skënderbeu do rikthehet në vazhdimin e Evropës, kishim stadiumin që të shikonim edhe ndeshjet në Korçë, me sa duket do duhet të presin ende disa vite. Jo, lajmi mirë është që ka filluar rekonstruksioni i pallatit të sportit. Po, filloi në fillim të muajit nëntor, po është një projekt i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, pra është me fonde publike dhe i bashkisë, po, ajo janë fonde publike dhe është akorduar fondi, kanë filluar punimet, pra ajo është në fazë rekonstruksioni dhe besoj duhet mbarojë deri nga fundi i vitit të ardhshëm. Profesor, duke folur Brendoni, po më kujtoi ai 2007 apo kujtoi ai fjalimi jot atje përpara ushtarit të panjohur, dhe duket sikur erdhi ai moment që të gjithë e prisnim, pavarësisht se kaluam këtë periudhë 10 vjeçare, por erdhi momenti. Kjo duket sikur na ngron fakt. Ikën shumë shpejt. Sa shpejt ikën? Duket vërtet, domethënë që kur ka qenë ai momenti, ju më kujtuat këtë dhe e kam parasysh edhe atë fjalë të shkurtër që dash, sepse dhati mesazh. Domethënë atëherë ishim akoma dhe me entuziastë, sepse ekipi ynë kishte qenë dhe kishte marrë pjesë në Kupat e Evropës, domethënë që një skuadër shumë e mirë, që na bashkonte me një mendim, domethënë që futbolli në Korçë ecte akoma dhe më shumë. Ecën vitet, kaluan, por pësoi shumë ndryshime, rënja në sidomos në kategorinë e parë. Dënimi që u bë ekipit Skënderbeut dhe si thua ajo lënia pasdore e ekipit që nuk arriti të formohej ashtu siç duhej dhe rënja në një kategori më poshtë na bëri që të ndjeshim disi pesimist. Por megjithatë, domethënë vitet kaluan kalojnë ekipet. Kur e mendon Romi, ishin ato skenarët që kur fliteshin për 5 vite, nëse pranoheshe si faj ose si diçka që kishte ndodhur, edhe ne na dukeshin shumë në ato vite, 5 vite janë shumë dhe tani kanë kaluar 10 dhe ne na duket sikur ajo ishte ditë kur ndodhi dje, e kupton? Po. Ildi, po kaloj tek aktualiteti. Çfarë po ndodh në këtë momente me Superligën? Po nis atje. Po, pasi Superligës, pasi para se të fillonim me emisionin kishim një lajm. Mund të ma thuash? Në lidhje me çfarë ndodhi në ndeshjet e Superligës? Ikën dritat? Për sa i përket, kjo është aktuale në ndeshjen Dinamo Vllaznia, ka pasur një fikje të dritave në fundin e pjesës parë. Ndërkohë që rikthyer tani? Jo, për momentin ende akoma nuk ka një rikthim, pasi përkon edhe me pushimin e pjesës parë dhe nuk ndodhi në momentin që ekipet ishin në fushë. Por do të zhvillohet pjesë e dytë? Po, besoj po, është një çështje që mund të zgjidhet me shumë mundësi me kalimin e minutave. Do të bëj skema me qiria ai tash pjesën e dytë, do ta bëj qiririn aty në mes. Ka të bëjë se generatori i emergjencës do 10-15 minuta që të aktivizohet. Mund të ketë një shtyrje të vogël për sa i përket minutazhit, ndërkohë që besoj është problemi i zgjidhshëm. Ndërkohë ditën e sotme janë luajtur 2 takimet e tjera, Vora Tirana me rezultatin 1-1, ndërkohë që Partizani triumfoi ndaj Teutës me shifra 2-1, pjesë e parë e Dinamo Vllaznis u mbyll me rezultatin 0-1. Ti thashë këto për të thënë që ne jemi drejt për drejt, për të kjo është tek emisioni jonë. Ndërkohë, kaloj pak çfarë ka ndodhur në kategorinë e parë. Për sa i përket kategorisë parë, u luajtën ndeshjet e para për vitin kalendarik 2026. Është java 18. Prodhuan këto rezultate: Laçi Kuksi 2-1, Pogradeci Besa 0-0, Iliria Kastrioti 0-1, Lushnja Korabi 2-0, Bureli Apolonia 2-0 dhe Skënderbeu Luftëtari 1-1. Tek tabela?
Për sa i përket tabelës, kryeson Skënderbeu me 41 pikë, e ndjekur nga Laçi 36, Pogradeci 33, në vend të 4 Kastrioti me 27, Bureli 26, Besa në vend të 6 me 24, Apolonia 22, 22 Iliria, Korabi 20, 19 Lushnja dhe mbyllin tabelën Luftëtari 12 pikë dhe Kuksi 9 pikë. Okej. Kjo ishte pak a shumë ajo çka ka ndodhur, por regjia më ndihmon me kronikën e parë. Me kronikën e parë të ndeshjeve që janë zhvilluar pikërisht ditën e djeshme. Është një pjesë e ndeshjeve pasi ishte ndarë në 2 ditë për të zhvilluar këto takime. Le të ndjekim kronikën, rikthehemi në studio për të diskutuar më gjithësisht për atë çka ka ndodhur. Pogradeci, Besa dhe Iliria Kastrioti ishin 2 takimet e transmetuara në rrjetin e radio-televizionit shqiptar të vlefshme për javën e 18 të kategorisë së parë. Liçenorët e Emiliano Çelës, pavarësisht lojës së mirë të zhvilluar dhe përçmërit për një rezultat pozitiv, nuk arritën dot më shumë se 1 pikë të merrnin në shtëpi ndaj Besës o Guga Shmaganit, edhe pse u duk një pjesë e parë e mirë nga Pogradeci që në 15 minutat e para të ndeshjes, me zotrim të topit dhe 2 goditje me një forcë të mirë në linjën e parë të sulmit, nuk mundën t'ia dilnin përballë Besës, e cila u tregua vigjilente edhe pse nuk pati shumë raste, por bëri lëvizjet e duhura ndërmjet hapësirave. Një pjesë e dytë më ekuilibruar me më shumë raste nga të 2 ekipet, me një Besë e cila u duk më elastike në mesin e fushës. Hyrja e Çelës bëri të mundur ndryshimin e manovrës dhe mbajtjen e topit. Në minutën e 53 dhe të 59, Besa u shfaq rrezikshëm me rastet e Spaiu dhe Danaj, ndërkohë që në të 78-ën ishte Arango i cili krijoi një mundësi për djemtë e Maganit. 10 minutat e fundit të ndeshjes folën më shumë për Pogradecin, pasi u pa një tërheqje lojtarëve të Besës duke favorizuar djemtë e Çelës. Megjithatë, e gjithë kjo kishte një tjetër qëllim edhe pse nuk u arrit finalizimi. Takimi tjetër ishte derbi mes Ilirisë dhe Kastriotit me një pjesë të parë ku ekipi i Kastriotit u shfaq më kërkues me tentativat e Kaplanit dhe Hoxhës, ndërkohë që në krahun tjetër Iliria u mundua të arrinte kundërshtarin në kundërsulm, duke shfrytzuar shpejtësinë e Likës me një sulm i cili nuk u shfaq aq korrekt në ato pak raste të krijuara. Manovra sulmuese u shfaq nga krahët për Kastriotin pavarësisht vendosjes së Ilirisë. Megjithatë, vetëm 4 minuta pas fillimit të pjesës së dytë, një autogol i Ilirisë si pasojë e pakujdesshmërisë nga sulmuesi Veriu, pas atij topi të akuar nga Odo, ndryshoi komplet rrjedhën e lojës, duke i dhuruar kështu 3 pikë të vlefshme Kastriotit. Një gol i cili tronditi jo pak shokët e skuadrës, të cilët e patën shumë të vështirë të organizoheshin, duke i dhënë kështu një optimizëm Kastriotit për të tentuar më pas të dyfishonin rezultatin. Në minutën e 59, Mojses nga goditja e dënimit u tregua i saktë në atë çka kishte menduar, por topi u ndal nga Xhixha. Kitambo ishte më pas për Ilirin, i cili minutat e fundit të takimit kërkoi golin e barazimit, por vigjilenca e portierit Puja bëri të mundur që porta e tyre të mbetej e paprekur. Një derbi i cili nisi me humbje për trajnerin Tatangelo në një stadium pa tifoz. Takimet e tjera u mbyllën me fitoren e Burrelit ndaj Apolonisë, Laçi triumfoi ndaj Kuksit, teksa Lushnja poshti Korabin me rezultatin 2-0. Pra këto ishin momentet e 3 prej ndeshjeve të cilët ne i sollëm nëpërmjet kronikës son, por të paktën mua më bëri përshtypje fakti se në kronikën e dytë nuk ishte defekt teknik ajo çka u transmetua. Profesor, nga fushë blerë që themi ne, duke sikur ishte i fushë kafe. Të dukesh sikur ishte një ndeshje që është zhvilluar 30-40 vjet përpara. Megjithatë, po jo, jam në ardhshme të paktën sa ata në studio Skënderbeu do të luaj atje me Besën. Është pak vështirë si thua, por të mendojmë të shpresoj se mund të luhet edhe ndonjë fushë tjetër e përafërt, si thua, në zonën e Kavajës, por mendoj që duhet të tregojmë edhe më kujdes në kuptimin e asaj që të punojësit atje duhet marrin masat, sepse ajo është një fushë që se pranon njeri, sidomos në këtë kohë që ne po mendojmë për stadiume. Stadiumi i cilës fushë Iluzit. Iluzi Besa. Atë luan Besa. Prishet e stadiumi e Barit të gjitha se në vendin e saj është prishur. Pavarësisht se nuk e di ka filluar apo jo. Do të dëgjoj Fatmir Fica dhe unë mezi po e pres Ficën që tash të na thotë po bëhet stadiumi apo se këtë gjëja kam thënë që në maj të vitit kaluar. Okej, kalojmë pak tek ajo që të paktën pam tek tabela, profesor. Në javën e kaluar ne kemi folur për një Skënderbej me 11 pikë përpara, 7 pikë, 8 pikë, 9 pikë, por duket se në këtë start filluam me 5 pikë diferencë.
E drejt, shumë e drejt, do me thënë, por shohim një Skënderbej që disa lojtarë akoma nuk janë bashkuar ekipit edhe janë dhe lojtarët kryesor. Si për shembull Naser, po thema se... Po, është Randi, Baba Musa, Luka Vazquez. Atë që thamë edhe pak më sipër, do me thënë që menduam pas pushimeve edhe ekipi vjen pak si thuash, jo imobilizuar. Edhe megjithse një javë përpara ishte Kupa e Republikës edhe mendoj që ekipet si thuash u përgatitën për fazën e dytë, për ndeshjet e kampionatit. Mendoj që edhe ekipi Skënderbeut, edhe Besa, edhe Pogradeci, edhe Laçi, do me pikët që morën, mbetën ato pozicione, si të thuash. Po ju, afrovi, Laçi i erdhi 2 pikë... U afrua, po të shikonje edhe lojën e Laçi, do me thënë nuk ishte në atë nivelin që duhet ishte, dhe rezultati, ai fitoren arriti në minutat e fundit të ndeshjes. Mendoj që duke ardhur nga ndeshja në ndeshje të rritet edhe cilësia sepse pretendimet janë shumë, tani në grupin e ekipeve që pretendojnë për vendin e 2 ose të 3, janë 4 ekipe duke futur edhe Best e Kavajs. Për kuriozitet, në këtë javë do të luaj Skënderbeu në Kavaj, do të luaj Pogradeci në Krujë dhe Laçi do luaj në Burel. Janë 6 ekipet e para që do ndeshin njëri me tjetrin. Do jetë përcaktuese shumë, sidomos për ekipin tonë, sepse nëse do të pësojmë në disfat, vështirësohet pak, si të thuash. Okej, do ta diskutojmë situatën e disfatës, sepse po i vjen pikërisht Petrikës në shtek, por unë në këtë moment e kam në lidhje gazetarin Tami Kona. Tami, mirëmbrëma. Romeo, mirëmbrëma. Të përshëndes Tami, na ke munguar pak, por që gjithsesi duket se jemi përsëri së bashku, e besoj se në këtë vit 2026 do të jemi edhe më afër apo ja. Romeo, unë jam atje në studio, nuk ka problem. Unë çdo ftesë nga të shkopça e pres me shumë kënaqësi vetë. Jo, dhe unë të falenderoj, gjithmonë je i gatshëm, asnjëherë nuk më thënë jo për hir të së vërtetës. Jo, për fjalë. Ratë parë një herë në lejon, me është emisioni për i parë për 2026, të përshëndes në ratë parë të ftuarit atje njerë, dhe në veçanti profesor Gjambazin pa ju ngelur atri aty të çunave tjerë. Edhe të them të drejtën, dua që të jetë një 2026 për t'i kthyer buzëqeshjet tipozave koçarë dhe një rikthim të Skënderbeut me titullin kampion në kategorinë e parë dhe rikthim në 10 më të mirë të futbollit shqiptar. Ashtu urojmë të gjithë dhe shpresojmë Tami, por duke se ka një buzëqeshje të lehtë, megjithatë shpeshherë kalon kështu pak duke nisur tek kjo ndeshje e fundit, duke sikur ngrin nga një buzëqeshja, një Skënderbeu që unë thash, kishte një diferencë të madhe pikësh dhe duke tani që është në kohën e 5 pikëve diferenca. I shikoni tani se kampionati natyrisht do të jetë më i vështirë për të gjitha ekipet që do të pretendojnë apo Skënderbeu ne shikoni një para? Atëherë Romeo ka përfunduar java e 18 në kategorisë parë. Po. Kategoria parë ka brenda shumë emra, janë emra të dëgjuar të futbollit shqiptar, që nga Skënderbeu, që nga Besa, që nga Laçi. Mjafton të përmend që në vendet e para është Skënderbeu, Laçi, Pogradeci, por dhe në fund është Kuksi dhe Gjirokastra. Po. Mjafton të shikosh rezultatet, sepse e tha profesor Gjambazi që mbas pjesës së pauzës pushimit kemi disa rezultate që për shembull barazimi i Skënderbeut. Mirë, po barazimi i Skënderbeut me Gjirokastër nuk është i rastishëm, sepse po kjo Gjirokastër mundi Skënderbeu, mundi Pogradeci në fazën e parë në Pogradec. Po t'i referohemi takimeve të fazës së parë. Po. Megjithatë, unë do të them vetëm një gjë, do ta filloj që nga Kreu. Skënderbeu është një skuadër që normalisht është ndërtuar për të dalë, për të rikthyer sa më shpejt në Superligë. Ka ruajtur grupin e pjesës kur ishte në kategorinë superiore, pavarësisht deri disa lëvizjeve. Dhe jo që është një hap, por është 2-3 hapa para të tjerë. Dhe as nuk e diskutoj rikthimin e Skënderbeut në kategorinë superiore. Kush janë ekipet që do ta ndjekin pas Skënderbeun?
Tani këtu... Ka dilem. Diskutimet janë sepse ka diçka. Po. Laçi është një skuadër që ra nga superiorja dhe po t'i referohem eksperiencës që ka në këto 20 vitet e fundit, vetëm eksperienca e bën Laçi të jetë pak më përpara se Pogradeci. Ndërkohë që kemi një Pogradec me investime shumë të mëdha. Tani, këtu doja të dilja, po t'i referohem, po t'i krahasoj skuadrat si nga ana buxhetit, si nga ana, edhe pse shpesh nuk milionat duke se përbëjnë do një element kryesor, po në momentin caktuar ato përkosin dhe bëjnë diferencën në futbollin shqiptar. Por ju mendoni se nuk janë përcaktuese? Sigur, jo, janë përcaktuese, po deri diku dhe jo përcaktuese. Po. Sepse investimet e presidentit të Pogradecit normalisht vjet ai që lloji pak fat i keq që bëri ndeshjen play-offit me Tiranën. Me Tiranën. Normalisht këtë vit Skënderbeu dhe Pogradeci mendoheshin dy ekipet që do ishin favorite, duke futur këtu edhe besën me Laçin. Po kemi një besë që po vjen. Por ja që takimet janë të tilla që së fundja Laçi mua nuk më, domethënë ka një skuadër të mirë, por vetëm eksperienca në krahasim me Pogradecin e bën atë një javë përpara. Po, sepse po të shikojmë me futbollistat, normalisht për mua ekipi Pogradecit ka një ekip shumë të mirë dhe është një skuadër që e meriton, edhe vjet e meriton të gjitesh në një kategori superiore. Pavarësisht se pastaj kategoria superiore sigurisht është e vështirë. Por ekipet që janë këtu janë të atilla që është pak e vështirë t'i parashikosh ndeshjen, edhe pse diferencët që bëjnë Skënderbeu, Laçi dhe Pogradeci, sigurisht edhe deri diku me rikthimin e Magan tek besa, duke sikur kemi edhe një ringjallje të mesës. Po, ndërkohë për fundin e tabelës tani, mund të themi që të paktën luftëtari është një prej kandidaturave që mund të birë, apo kemi akoma garë dhe gjithçka mund ndodhë së bashku me Kuksin? Romeo, me mbarimin e fazës të dytë, sigurisht do kemi pak kalendarin, do të thonë do filloj faza e tretë, dhe normalisht ekipet që janë në fund do kenë shumë problem për të marrë pikët për sa i përket mënyrës se si do zhvillohen ndeshjet. Ato shumë ndeshje do t'i luajnë jashtë fushës të tyre, dhe për mua ekipi që pothuajse është i rënë është Kuksi. Në qoftë se do t'i referohem. Po. Këtë e them me bindje të plot sepse janë shumë arsye që Kuksin e bëjnë të dalë nga kategoria parë dhe do as këtë, domethënë nuk e vjen dyshim fare. Për sa i përket luftëtarit, të them të drejtën, me vajtjen e trajnerit Devolli, me markaton që mund të bëjë ekipi deri në fund të vitit që ka ngelur, mendoj se mund të jetë gara e hapur për të kapur deri diku atë ndeshjen, për të kapur play-offin. Sepse për të shpërtuar direkt më duket fakt e vështirë. Tami këtë javë ndeshen 6 ekipet e para, domethënë 6 ekipet ndeshen ndërmjet tyre. Mendoni se kjo javë do të jetë në një farmase ai që do të sjell një ndryshim? Unë mendoj vetëm një gjë. Mund të garantoj, tani unë nuk dua të bëhem, por me siguri të plotë të them që Skënderbeu në javët në vazhdim të ta thellojë diferencën nga vendi i dytë. Ecuria e Skënderbeut është më së sigurt, as nuk e diskutoj fare, pavarësisht se barazimi me Gjirokastrën mund të duket pak si një hap falc, por nuk e mendoj fare sepse Skënderbeu është një skuadër që ne e pam dhe në Kupën e Republikës, ditë përballet me shumë dinjitet edhe me skuadrat e superiores. Dhe Skënderbeu nuk e llogaris fare për sa i përket luftës garës. Është ekipi kampion i kategorisë parë dhe rikthimi në kategorinë superiore është i sigurt. Lufta do të jetë Laçi, Pogradeci. Nuk mendoj se Besa do të jetë në garë. Nuk mendoj se Besa, kjo është një mendim personal dhe nga që shikoj ecurinë e Laçit dhe të Pogradecit, edhe pse Besa do të shikoj sepse në përfundim të fazës 3 Besa do të jetë te 4 skuadrat e play-offit. Megjithatë, ka dhe një problem shumë Romeo që sa që ndeshet ekipi i kategorisë parë me Superligën superiore bëjnë diferencë. Play-off,
gjithmonë problemet normalisht, nuk di, të paktën në këto 10 vitet e fundit, nuk di që një ekip i kategorisë parë në një përballje me ekipin e superiores në play-off të ketë dalë fitimtar. Okej, Tami, të përshëndes dhe besoj se javën e ardhshme ne do të diskutojmë më gjërësisht dofta edhe përpara fakteve dhe rezultateve. Ishim pra me gazetarin e mirënjohur Tami Kona në këtë moment. Faleminderit Tami, faleminderit. Çfarë duke sikur Tami bëri një pasyrë dhe ishte në unison me atë që ju thatë, por unë në këto momente pasi është kohë merkato, do të drejtohem pak Ildit, për të më thënë çfarë ndodh në merkatën e Skënderbeut, se po jep dhe ca lajme sensacional Ildi. Për sa i përket merkatos së Skënderbeut, kemi ngelur ende në 2 lojtarë të afruar zyrtarisht, janë 2 futbollistët shkodran mbrojtësi Paloka dhe lojtari i uazuar nga ekipi Elbasani Delaj. Pra për momentin jemi në fazën e 2 lojtarëve, përsa i përket Malokut, ka rënë ajo pjesa e akordit dhe nuk do të jetë pjesa e Skënderbeut. Për momentin këto janë 2 emrat e konfirmuar, por ajo që ka na shqetëson më shumë është e ardhmja e Nasër, pasi... Këtu mos mynu këtë pjesë e kemi tek emisioni tash e them, do t'i vi Rada Petrikës. Unë s'kam asë informacion. Prisë kam me Ildin për të mbaruar. Ndërkohë Ildi, pranë ekipit është edhe një futbollist norvegjez, është edhe një futbollist tjetër, por duket sikur nuk do kalojnë klasën, profesori i vepër 4 edhe do t'i ngelëm duket. Profesor? Ishte nga këta futbollistët jo profesionistë afirmuar në futbollin evropian, thjesht erdhi për të bërë një provë tek ekipi Skënderbeut, po edhe mungesa në tribunë në duelin ndaj Gjirokastës se konfirmoi që nuk do të jetë në planet, pra nuk e ka kaluar klasën, siç ju e tha, dhe besoj se për momentin ngelemi në 2 futbollistë të afruar deri tani, po është nevoja besoj edhe për Dakor, nevoja dakor, por realiteti çfarë thot tani? S'ka informacione tjera. Për momentin këto, po besoj se drejtuesit po bëjnë atë maksimumin për të riparuar këto defektet e shfaqura në ndeshjen ndaj luftëtarit dhe besoj se do të kemi minimumi dhe 2 lojtarë të tjerë të afruar. Okej. Por Petrika kemi 4 që për momentin nuk janë bashkuar. Pak nga klubi është thënë që nuk kanë mundur dot të sigurojnë vizën për të qenë në pranë ekipit. Kush e siguron vizën? E siguron vetë lojtari apo klubi? Se unë se kuptoj. Është procedura, që sa do bëhet. Procedurën nise në maj o zotri, nise në korrik, nise në qershor. Është ere dytë profesionalizmi, se duke sikur po i ndodh vetëm. Po luan pa mbrojtës fare tani Luka Vazquez ishte një lojtar që duhet ishte informacion. Tani ti po luan pa mbrojtës fare. Lojtari më të mirë të ekipit se ke. Situata është alarmante, Romi. Është alarmante gjendja e Skënderbeut. Skënderbeu javën tjetër u mbet në kavaj, në atë fushë që pam ne dhe me motivimin që ka kavaja, plus që ne nuk kemi më lojtar kush na e zgjidh ndeshjen. Është e pamundur një lojtar të zgjidh ndeshjen e Skënderbeut. Nasër me individualitetin e tij e zgjidhte lojën, hapte topa të mirë, domethënë arrinte që ndërtonte për ekipin. Tani, në ndeshjen me luftëtarin, ishim të gjithë kohës ne në sulm, sepse Gjirokastra të themi atë që është pas minutës së 65 nuk u pamës si ekip. Ishim gjithë kohës në sulmin e Gjirokastrës dhe çfarë na bën, na dolën një me kundër sulm, na bën një gol, u thash mbaroi 0-1 aty. Arriti që Gjini, që është lojtari i gjetur për minutat e 70, arriti të shënojë një gol dhe pastaj ta kesh gjithë ekipin të lodhur, të raskapitur të Gjirokastrës i tëri në mbrojtje dhe mos i gjesh dot 2 hapësira, pra është problem shumë i madh, duhet patjetër sulmos tani. Duhet patjetër një sulmos, patjetër 2 mbrojtës. Duhet të rregulloj këto 3 gjëra boshllëqe që ka Skënderbeu në mënyrë që të vazhdoj, sepse unë nuk e shikoj situatën siç e shikojnë gazetari për gjithë respektin që foli apo dhe njerëz të tjerë në qytet. Situata e Skënderbeu momentalisht do vej deri aty sa ne do rrezikojmë dhe vendin e dytë, pra do të jemi në treshe bashkë me Pogradesin dhe me Lashin, të cilat unë e kam thënë dhe në fund të emisionit nuk do të falin me ndeshje. Lashi dhe Pogradeci ke fitore pa diskutueshme me këto të lozit. Brendon, unë e pyeta Petrikën, por nuk më dha një përgjigje shtruese për këta 4 futbollistë. Shiko, unë besoj që Tunfur nuk kthehet. Ka ikur që në dhjetor dhe para fillimit të merkatos, paksa misterioze. Ku e humbje? Po leta humba i s'keshe do atë po haj. Paksa misterioze largimi i tij, por që pjesa e Nasër unë kam përshtypjen ka të bëjë me merkaton, më shumë se sa me çështjen e vitit, unë besoj që po pret
nuk e dini nëse është mënyrë presioni apo jo në negociat në mercato për të larguar nëse ka oferta, besoj. Dhe duke parë afrimin e Daylight dhe një lojtar të ri afrikan që gjithashtu federua në muajin janar, që mos gaboj ishte marrë që në vesh, që pothuajse të dy janë pozicioni sulmuesit majt, pra roli ku luan Nasr. Duke sikur klubi i parapriu. I paraprin deri diku, pastaj do jenë këta lojtari uazuar dhe ai lojtari tjetër, cilësia e Nasr mbetet për të parë. Unë dyshoj që jo, megjithatë unë shpresoj që Daylight paktën, që është një lojtar që e njeh paksa edhe kampionatin, të arrit paktën të jetë në nivelin e Nasr, pse jo dhe më shumë. Kurse për Vazquez dhe Baba Musën, unë besoj më shumë çështje burokratike, sepse nuk besoj se ka pasur ndonjëta. Megjithatë, ky precedent i keq i kësaj, nuk e di si ta quaj dhe unë, mungesë profesionalizmi, nuk e di organizimi, është na shpërsëritur dhe në kohën e Skënderbeut të madh. Po. Demte apo dhe lojtar të tjerë, James Adenina atë kohë që shkonin në Europë dhe mungonin vizat. Tash një klub serioz i parashikon këto gjëra, qoftë në Europë dhe për më tepër këtë rast nuk janë për të udhëtuar në vende europiane, po janë për të ardhur në Shqipëri dhe për më tepër nuk besoj se administrata shqiptare e kufirit dhe migracionit është më ashpër se Italia apo se sepse në këto vende nuk ka ambasadë shqiptare. Janë të detyruar të duhet vënë ajo ambasada që e mbulon atë territor dhe ndofta është procedurë. Atë e kuptoj unë, po ti duke ditur këtë vështirësi e llogarit nisjen e procedurës më shpejt. Është më thjesht se kaq, këta nuk llogaritin në lojtar. Për shembull, e ble kartonin e Baba Musës, nuk e di se çfarë rendimenti do ketë, edhe e le kohën të vazhdoj Baba Musa para një muaji. Lere më miletik fare, thonë ata në fund fare, ose mos lesh të bish të doja ai me vizën, ose domethënë këta i lënë është taktik loje. Po i lënë më vetë gjëra të bëjnë, të ndodhin kështu se s'ka mundësi. Ildi, së fundi është folur për Uerdi Marëm. Jo, ka rënë si pjesë para se të hyni në emision, kam kontaktuar me vetë lojtarin. Po. Dhe ma ka konfirmuar që për momentin nuk e shikon Skënderbeun si një opsion, pasi është duke bisedime ka qenë. Nuk e di për pjesën e bisedime, po që më së shumti është fokusuar jashtë Shqipërisë, pra ka 2-3 mundësi për të lëvizur jashtë Shqipërisë, ndaj edhe për momentin nuk e jashtë Shqipërisë. Po për të lëvizur në një ekip të ri, pasi në Gjeorgji e ka mbyllur me Dinamo Batumin, prej afro një muaj e pak dhe po servitet individualisht në Tiranë. Besoj se është në ato bisedimet e fundit me klubin e ri dhe për momentin Skënderbeu nuk është se është një opsion për marrë. Gjithsesi asnjëherë mos thuaj. Në një të ardhme besoj se dhe për ata do të jetë. Xhabazi, më kot i pyeta miqtë mi që kjo është situata. Tani, duke ndodhur para kësaj situate, 4 futbollistë titullar na mungojnë në ekip. Vjen ky barazim me luftëtari. Një mercato që jo se po themi se po shkëlqen. Ndodhur para kësaj situate, mos krijohet pak një pasqyrë pak si zymt? Ajo fjala disfate që më doli nga goja, do me thënë, u bëra pishman që i thash, por... Po jo, drejqim kemi kohë. Jam shumë dakord me analizën Gjiberi Tami dhe dim të këtu në studio, lidhur me gjendjen e ekipit, dhe gjithmonë kemi thënë që janari është muaj i mi vështirë për ekipe, po sidomos për zonat e ftohta siç është Korça. Mungesa e këtyre lojtarëve është shqetësim. Vërtet tani është shqetësim. Duke parë dhe rezultatin 1-1 me ekipin e Gjirokastrës. Profesor, më fal që po ndërpres, por tani këta futbollistë do që të jenë, sa do të kenë punuar në mënyrë individuale, edhe sikur nesër të vinë, këta duan të paktën 2-3 javë, po zë minimumin. Jam shumë dakord. Prandaj dhe duke dëgjuar Brendon që më tha, do me thënë, kishte pak rezerva në stol këtë javë, sepse janë që s'kanë ardhur edhe. Do me thënë, është shqetësuese dhe vërtet duhet ta vlerësojnë shumë. Ata e vlerësojnë dhe e dinë situatën e ekipit, por mos themi atë pjesën e mirë në 10% e ekipit, themi atë 10%. Të mendojmë sikur në qoftë se u mbasi me besën e Kavajës. Rihapet totalisht. Rihapet, pastaj janë probleme që nganjëherë nuk të ecën ana psikologjike. Ana psikologjike. Të siguroj unë, më fal, të siguroj unë që jo vetëm zotria që doli, por edhe opinioni sportiv korçar, por dhe ata që telefonon Romi në lidhje telefonike nga Tirana, nuk e shikojnë Skënderbeun. E shikojnë emrin e Skënderbeut, e mos e vete si vete puna Skënderbeu në Korçë, do t'i marrë pikët, e ja kanë shtruar rrugën me asfalt Skënderbeu që trika jo. Askush nuk e shikon me detaje. Po 2 ndeshje për Skënderbeu në Korçë, 2 i bën jashtë, pastaj si se shkojnë. Ore, ta kanë fjalën, po mirë, ai nuk e ka të vështirë, ka të shikoj kategorinë e parë, se po se dha rrethsha 2 ndeshje jep, kështu që se shikojnë dot. Më beso profesor që askush nga këta nuk bën
analizë të detajuar për ekipin e Skënderbeut. Më kanë kapur njerëz në rrugë dhe në stadium, më kanë thënë bravo të qoftë se ti e thua realitetin e ekipit ashtu si qeshtë. Jo. Po e themi, e thama të 90% ose 80%. Nuk po flas për njerëzit që jemi këtu. Po të them, situata nuk është kështu siç duket dhe siç po shkon për Skënderbeut. Do shkoj më keq dhe unë po të them, unë nuk dua se në fundit unë ne të gjithë e dimë më që Skënderbeu do të ngjitet në superiore. Këtë e dimë ne. Po e nënvlerësove, se kemi nënvlerësuar që në fillim. Po e nënvlerësove dhe tani në merkaton e dimrit, pastaj hajde shikoj ndeshjet edhe bëje kryqin që ta bëjmë gol në minutën e 80, se tëra golat pas minutës së 80 i kemi. Unë them, jo merkato, po fillimisht njerë me këta lojtarët që kemi. Naserit të tjerë të merat Dumfure, në qofë se nuk do të vinë ata 4. Del problem sepse dhe këta 2-3 që do të vinë, nuk do t'jenë të përshtatur plotësisht me ekipin. Prandaj themi që dhe e mendojmë dhe jemi në një moment jo kritik, po le të themi në një moment deciziv që ndeshjen me Kavajin duhet ta shikojnë maksimalisht dhe mobilizimi të jetë maksimal që të vinë me pikë të plota sepse ndryshe mund të ndodhë diçka që të krijohet ai mosbesimi dhe fillojnë dhe lojtarët që të mos japin atë maksimumin e tyre. Do thosha kemi 3 transferta radhazi shumë të vështira, domethënë që mbyllet faza e dytë, pasi duhet të thënë që kalendari fazës së tretë më pas është në bazë të renditjes që do të mbyllet faza e dytë. Dhe 3 javët që na mbeten janë transferta me Besën, vjen Kastrioti në Korçë dhe mbylli me Korabin në Dibër, në Peshkopi pra në transfer. 2 transferta shumë të vështira të dyja. Jemi pothuajse si ajo treshja e transfertave të veriut që kishim në dhjetor që thamë po e kalovi Skënderbeu këtë periudhë dhe mbyll në krye dhe me këtë duhet kujtojmë që fituam dhe në Kukës me një super gol të Gjinit në minutët 85, 87. Kështu që këto 3 transferta për mua janë shumë kyç për vazhdimsinë e Skënderbeut, pasi një humbje me Besën që teorikisht konsideroi rival direkt dhe ne pam ndeshjen me Besën në Korçë. Besa nuk tregoi asgjë më pak se Skënderbeu dhe Skënderbeu ka fituar me shumë fat, me një gol me devijim atë ndeshje dhe me atë gol e anulluar për centimetra. Dhe pa shumë fat. Me Kastrioti këtë javë lanë me Pogradecin dhe Kastrioti me pikët që ka për momentin se ne na duket Kastrioti si ekip për mbijetesë. Po nëse Kastrioti fiton me Pogradecin që indirekt mund të mendojmë që i bën derë Skënderbeut për shkak se do të jetë në krye, Kastrioti diritet vetë ambicia dhe do të vi këtu do të luftoj për të marrë pikë në Korçë. Kështu që do të shumë e vështirë dhe ndeshja në Korçë. Le të dikim kronikën e diçka, më fal. Po. Duke ardhur këtu dhe duke parë kalendarin, siç po themi tash që 6 ekipet e para kanë ndeshje me njëra tjetrën dhe do të tregojnë vlerat e këtyre. Po shikonja dhe golat që kemi shënuar, që kemi pësuar, ndeshjet, pikët që kemi marrë. Do me thënë gati, 2 gola për ndeshje, 33 golar, duhet 36, po një gol të pësuar dhe kemi 2.3 pikë për ndeshje, do me thënë janë shifra që tregojnë një rezultat. Prandaj dhe ekipi Skënderbeut është në vend parë. Por meraku ynë, dhe ajo problematika që nga njerë ndodhë, do me thënë, si që ndodhi me ekipin e Gjirokastrës që le 2 pikë, atëre mendojmë t'i themi dhe këto që të kuptohet, do me thënë që ekipi është mirë, por do përpjekje për të arritur rezultat. Po. Por le të dikim kronikën, çfarë ka ndodhur në ndeshjen ndërmjet Skënderbeut dhe Luftarit dhe rikthehemi përsëri në studio për të diskutuar edhe pak situatën në cilën ndodhet ekipi dhe momenti që po kalon. Kryesuesit e kategorisë së parë nuk shkuan më shumë se barazimi 1-1 në stadiumin e tyre pas një ndeshje të loftuar dhe me emocione. Skënderbeu dominoi pjesën e parë duke mbajtur më shumë topin dhe duke krijuar raste shënimi, por miqt nga Gjirokastra u shfaqën disa herë rrezikshëm para portës së Alias. Në pjesën e dytë korçarët shtuan presionin dhe ishin shumë pranë avantazhit kur fituan një penallti pas një prekje të topit me dorë në zonë. Megjithatë, gjuajtja e Abidun nga pika e bardhë u ndal nga portieri Tahiri. Në krahun tjetër luftëtari fitoi gjithashtu një penallti pas një aksioni individual të Njangulas, i cili u tregua i sakt nga pika e bardhë dhe i dha avantazhin skuadrës Gjirokastrite. Reagimi i Skënderbeut ishte i menjëhershëm, me forca të shumta në sulm, korçarët arritën të barazonin shifrat shpejt me golin e Gjinit. Deri në fund vendasit tentuan të gjenin golin e fitores, por pa sukses, duke u detyruar të kënaqen me vetëm një pikë. Një ndalesë e papritur për Skënderbeu në startin e vitit, ndërsa luftëtari largohet nga Kurça me një pikë të rëndësishme për garën në mbijetesë. E pra, kjo ishte kronika, e përgatitur nga kryeredaktori në Lazi Saro. Xhabazi, po dale pak të këtu tek 12 metrash, se kishim 11 metrasha. Njëri nuk realizohet nga ana e ekipit të Skënderbeut dhe tjetri realizohet.
Kujtoj që portieri Tahri i ekipit të Luftarit është shpallur dhe lojtari ndeshjes. Dhe debutonte me Luftëtarin, pasi vini u azuar nga Partizani këtë ndeshje. Ndeshja e parë që luan. Si tu pan këta 2-11 metrash? Në gjuajtje. Edhe lojtari jonë, jo se e gjuajtje keq, por nga njerë koincidon që veprimi lojtarit me veprimin e portierit... Ishte rastësia e thotë? Po rastësisht, s'mund të thuash rastësi, se portieri o do idet nga ky krau, do idet nga ky krau. Po e do që gjithçka mirë. Arriti që e kapi atë, se nga do ta gjuante. Kurse lojtari, ai goli penaltia e Luftëtarit që më në mes, por portieri shkoi në kraun e kundërt. Penaltit kështu janë. S'ke çfarë. Sa për të analizuar pak penaltia që Skënderbeu fitoi, ishte në limitet e të dhënit penalti apo mos dhënit. Topi zë në tokë, pastaj një gjysmë dore hapur e lojtarit që edhe mund të evitojë, ndërsa penaltia që shkaktoi Skënderbeu ishte totalisht gabim i mbrojtësit. Nuk ka mundësi të ik lojtari në 40 metra sprint. Edhe në qoftë të ik, lere ta gjuaj, ai ishte në fundin e frymëmarrjes së tij, kishte, mund ta kishte mbyllur Alia pa problem. Nëse Ramos ti bënte faull taktik, mund t'ia bënte që në fillim me vinë anësore. Mos i bëj faull fare, ai nuk mendoj se do t'i kalonte shpejt në. Ai do ta gabonte. Ne kemi unë të paktën e kam cekur ato pak Sterling. Jo, e kanë Angula, ka dhe 1-2-3 emra të tjerë pas Sterling. Se mos është Sterlingu. Jo, nuk është ai anglisht. Nuk është ai. Ideja është që ai ishte një lojtar shumë i shpejtë dhe shumë interesant. Unë 3-4 ndeshje që e kam parë, më zhdukur lojtar interesant, pasi se këtë ndeshje nuk bëri ndonjë ndeshje të madhe, se në 2-3 momente arriti e ndaloi mbrojtja e Skënderbeut, por në momentin kur duhej e bëri diferencën, fitoi penalltin dhe e shënoi. Kurse Luftëtari përgjithsisht duhet përmend dy gjëra Romi, domethënë komplimente me gjithë një dy largime domethënë pa shumë përforcime në merkaton e janarit, edhe me trajnerin e mëparshëm Shabani para devollit, Luftëtari ka marrë shumë barazime në fushën e tij, pra nuk ka marrë pikët që meriton, pasi me futbollin që ka luajtur ka merituar të marrë më shumë pikë, edhe në Korçë tregoi që është një skuadër të paktën taktikisht e mirë vendosur, që ka grinte që të paktën devollit skuadrat e tij kanë përgjithsisht karakteristikë. Dhe ajo që më pëlqevi që rrallë shohim përgjithsisht futbollin shqiptar, qoftë në Superligë, qoftë në kategorinë e parë, nuk ka vonuar asnjë moment ndeshje, nuk është trirë, nuk ka bërë zëvendësime për të humbur kohën, Luftëtari djen asnjë moment, që është një fakt fair play sportiv që duhet theksuar dhe përmendur dhe falenderuar skuadra e Luftëtarit pavarësisht se mori pikë në Korçë. Xhambazi, kur shikoj këtë luftëtar, nuk e di pse më kujtoi ai luftëtar me ato kundër sulmet, me një Sefedin Brau tek sulmi, por po të shikoj atë Sterlingun, nuk e di, bëri një gjë të tillë apo jo. Po, e vërtetë është, duket se kanë bazuar stilin e lojës. Po duk si stil lojë e tillë. Karakteristikë historike atë, se dhe në kohën e profesorit me Brau ka Malini pak profesori se nuk e pash që domethënë po përjetoni një moment emocionues. Po, me Sefedin Braun, me Dhori Kallucin e tjerë lojtarë. Kjo ishte loja e luftarit. Me kundra sulme, luani shumë bukur, do me kundra sulme, kryohet si tradit, Romi. Duke se ka luftari prapë. Edhe në stërvitje, edhe në ndeshje, do me dhe pëlqen ajo loja e kundra sulmit. Po të shikoj një dje Manchester United, në që se keni parë, do me dhe në ato 2-3 kundra sulmet që bënd të shpeta me ato kryshëzimet, është loja me e bukur, është pjesa me e bukur e ndeshjes. Dhe që e zgjidh më shpejt situatat e... E zgjidh më shpejt, po të kesh lojtar si Sefedin Brau me atë shpejtësi edhe Dhori Kallucin e tjere me radhë. Ndërkohë regjia më lidh Gjergj Vyshkën. Domethënë, vërtet, domethënë ekipi Gjirokastërës ka pasur shumë lojtar të mirë, shumë lojtar cilësor, lojtar të ekipit kombëtar, lojtar që jepnin dhe kishin vlerë në kategorinë e parë të asaj kohe, dhe kështu që i takon, është një ekip vërtet, ashtu fair play luan, është ekip që nuk bën shumë naze në fushën e lojës, por atë që ka mundësi, do përmendja pak edhe trajnerin Devolli, domethënë trajner që lodhet, por lodhet më shumë se futbollistët. Ai ishte gati motiv në fushë. Ka mundësi, domethënë ku e gjen se ka patur më përpara, unë mbaj mend edhe si futbolliste, ne ka patur më shumë zë. Po tani ka rënë pak ai temporit mizerit, po prapë i ka ato të lëvizjes. Domethënë ishte lëvizte gjatë gjithë kohës, triste gjatë gjithë kohës, fliste me lojtar gjatë gjithë kohës, nuk, domethënë trajner që lodhet më shumë se lojtarët vetëm Devolli mund të jetë në gjithë botën. Në këtë rezultat 1-1, mendoni se ekipet kanë marrë ato çka kanë merituar? Pra, nuk është ndonjë ekip që pak të kishte diferenca vërtet, për nga ato çka dhanë në fushën e lojës, besoj se pikë merituar për Luftëtarin, nuk duhet t'ja amagun pasi ishte
ekipe i cili u përball me kokën lartë ndaj kryesuesve të kampionatit. Mendojmë që është ekipi, dhe besoj se dhe luftëtari, pavarësisht se dhe gjendja fizike duke se ra në pjesën e dytë, po ishte një ekip që luftoi për 3 pikë, pasi dhe pozitat në vendin e parafundit ja bën të nevojshme që në çdo ndeshje të futen për 3 pikë, pasi është shumë e vështirë që kjo diferencë 7 pikë nga rivalet për mbijetesë të rikuperohet, dhe i urojmë fat të ekipit të luftëtarit dhe sa më shumë ekipe fair play në kategorinë e parë, në raport me Ilirin apo Kastriotin, ekipe të cilat ter pasere kanë ato problematikë. Të më falësh Petrika, se pasi kam Gjergj Vyshkën në linjë dhe unë e di që sa herë marr në këto momente. Vyshkë, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Romi, dhe një vit të mbarë Rrethoshe Korçës dhe gjithë të ftuarve që keni stafin tuaj. Më lejo që duke të patur ty këtu përpara, le të urojmë edhe ne Rrethoshe Sportit një vit të mbarë dhe me sa më shumë aktivitete edhe gjatë periudhës së verës, të mos bëni pushime. Punoni. Ironike i çik jo pa hajde. Jo po pse? Botërorin e ka të shapë ka marrë Klani. Na jep një informacion, pasi Petrika po të bën një pyetje Gjergji. Botërori është për të vë Klanin në këtë periudhë dhe më vonë nuk e di ç'do bëhet. Okej. Urojmë dhe shpresojmë të jeti i Rrethoshes dhe të keni dhe ju pak më shumë punë. Atëherë, që ta filloj pa bërë pyetjen ti. Në këto momente ka nisur pjesa e dytë e ndeshjes Dinamo Vllaznia, duhet niste në orën 20:30, por për shkak të një blackouti në stadium dhe thuajse në të gjysmën e kryeqytetit është vonuar starti i pjesës së dytë 45 minuta dhe para. Janë në avantazhin e Vllaznisë 1-0 me golin e Baret nga pika e parë e penaltisë. Vyshkë, po stadiumi nuk ka ndonjë gjenerator atje kështu? Kanë ndodhur, kanë tentuar ta vënë në punë automatikisht gjeneratorin, nuk ka mbajtur dhe përvjelloi është shtyr deri në orën 21:10 starti i pjesës dytë. Kështu i ndodhi dhe Gramozit me Realin. Mos e përsëri ka ka qenë një problem. Ka qenë një problem që se pas ka fajin stadiumi, pas ka pjesën më të madhe të kryeqytetit. Okej. Gjergj, atëre, kemi startuar kështu me javën e parë të kategorisë së parë. Çfarë ka ndodhur për këtë vit, pasi është java e 18, por po themi ndeshjet e para. Mua më bën përshtypje që Skënderbeu nuk arrin domethënë të fitojë në shtëpinë e vet me luftëtarin e vendit parafundit 1-1 dhe ndoshta ende skuadra nuk është çliruar nga ngarkesa që mund të ketë marrë në këtë periudhë përgatitori të mini fazës së dimrit. Sigurisht që nuk është dram ky barazim me luftëtarin aq më tepër që ndodh që është humbur dhe penaltia. Diferenca e pikëve me Lashin mbetet po 5 dhe Skënderbeu vazhdon ta kryesojë kategorinë e parë dhe për mua, ta kam thënë edhe herë tjera, pavarësisht ndonjë dramë të vogël që mund të shkaktohet në studio, Skënderbeu dhe Lashin vitin tjetër e keni në kategorinë e parë. Për Petrikën e kisha. Në kategorinë superiore do falni. Kategorinë e parë si të shtojë. Se mire the. Mire the. Erdhe Petrikës në ligj. Gjergji, javën e ardhshme do të jenë 6 ekipet e para që do ndeshen me njëra tjetrën. Mendoni se do të jetë një javë përcaktuese? Përcaktuese për pozicione në renditje edhe mundet, por nuk ndryshon asgjë për kreun e renditjes. E kisha fjalën për ndonjë lëvizje që mundet të ekzistojë për ndonjë zhvendosje ose për afrime. Kto e kisha fjalën, diferenca pikësh. Problemi është që diskutimi bëhet midis Lashit dhe Pogradesit, se unë shoh dhe renditje që midis Pogradesit dhe Kastriotit është një diferencë për 6 pikësh. Është e pamundur, e vetmja mundësi është që të barazohet në pikë Lashi me Pogradesin. Nuk do të ketë përmbysje të mëdha edhe pse luajnë 6 ekipet e parë. Afrime mund të ketë. Afrime janë të pranueshme në këtë fazë të kampionatit. Por jo parakalime. Jo parakalime, pa sinjal kështu se mëson aksident pastaj. Vyshkë, fol pak kë shikon ekipet më të rrezikuara në fund tabelë, pasi ne shpeshherë nuk e kemi thënë në javët e para, por që gjithsesi duket tani sikur janë stakuar disa ekipe. Ka parasysh këtu luftëtarin. Kuksi në vendin e fundit që ka humbur në minutat e fundit në Laç. Unë shoh dhe luftëtarin aq më tepër që lushnja e trajeit Artambanu që erdhi Rishas e nisi me këmbë të mbarë dhe ka një 7 pikë diferencë midis lushnjës dhe luftëtarit. Pra, për mua dy të rrezikuar dhe që mund të bi nga kategoria janë luftëtarit dhe Kuksi.
Faleminderit Gjergj Vyshka, të uroj punë të mbarë, e di që ke shumë punë tani pasi po përfundojnë ndeshjet dhe presim kronikën. Ka përfunduar, do të thonë, Vora Tirana 1-1 dhe Partizani Teuta 2-1 në minutën 93 me golin e Contreras, që në një farë mënyrë shpëtoi Partizani, po unë ka përshtypjen që shpëtoi edhe Kërnari nga ndonjë largim i mundshëm nga bankina Partizanit pas trembjes Ramës. Faleminderit Gjergj Vyshka, të falenderoj shumë dhe të uroj punë të mbarë, pasi punohet edhe në këto orë të vona natyrisht përfundojnë në ndeshjet dhe ne me njerë do të kemi një lidhje tjetër, por derisa të krijojmë lidhjen e radhës, Xhambasi duket sikur të gjithë bien në një unison, që kampionati tani ndofta po bëhet edhe i bukur, diku në një ekip trembet, diku në një ekip ka marrë xhirot e veta. Shumë e drejtë. Një pyetje për profesorin, nuk e di. Po derisa të komunikojmë me regjin vazhdo. Jo, sepse ma le paja bër pyetjen edhe do t'ja bëj tani. Më thash pak më përpara që më bëri përshtypje trajneri Devolli që ishte gjatë gjithë kohës që fliste me lojtarë dhe ju komunikonte dhe thriste. Gjatë lojës, sa ndikon që trajneri është gjatë gjithë kohës duke të thënë çfarë të bësh te lojtarët? Është pozitive? Është negative apo ka të mirat dhe të këqijat e vet? Me sa kuptova profesor, ideja është këtu. Gjoka që është, sa nuk e tha, Petrika, po e themu, po e përkthej, edhe Devolli që ka ngrinë. Janë tipa të ndryshëm, janë... Jo, si ndikon për futbollistin, them. Të paktën në Shqipëri dëgjohet se jashtë me 80.000 tifoz nuk e dëgjon dot stadion. Nuk e dëgjon, janë lojtarë cilësor, janë ekipe shumë të mira në stadium. Por që do me dhe varet nga tipi. Natyra e futbollistit. Trajneri, do me dhe ai trajner që ndjen edhe, si të thuash, edhe një gabim, ai është gjithmonë në tension të punës dhe kërkon gjithmonë që të lojtarët e njohin temperamentin e trajnerit, kështu që nuk u ndjejnë ndonjë vështirësi, si thuash, ose një kundërvendje karshi trajnerit, sepse kjo mund të ndikojë më pozitivisht për lojtarët. Po ndikon edhe pozitivisht edhe për lojtarët. Ka lojtarë që kërkojnë shumë, domethënë insistim, motivim, kërkesë që të japin atë maksimumin. Atje bëhet fjalë edhe për një faull, edhe për një gabim, për një pasim gabim e merat. Janë gjëra që janë të momentit. E qartë. Ta zgjidhun këtë? Sepse po e zgjidh me Gugash Maganin e Besës, pasi kam në lidhje drejt për drejt Fatmir Eficën në këtë moment. Fatmir, mirëmbrëma. Mirëmbrëma se kishe Gugashin. Të përshëndes, derisa u thash kur do zgjidhet dilemën, besoj se na ndoqe. Petrika më thotë mos kemi Gugash Maganin, jo i thash, kemi Fatmir Eficën. Si gjithnjë. Pasi mungese, jemi rikthyer përsëri së bashku Fatmir, por kjo natyrisht është ajo që... Fatmir, ne nisëm me stadiumin, na i nisë ti me stadiumin tani deri ku është, se ajo fusha ku po luani ishte shumë keq. Më duket se keni nisur sfidën Besa Skënderbeu duke qarë hallet e një fushe ku po luajnë të gjithë aty, edhe do të thoja do të pranohen ato parametra real që ka, ndërsa sigurisht ajo është zgjatur pak, ka qenë më e vogël se 100 metra, 96.5 metra, tani është 102 metra, është një fushë të cilën unë e njoh mirë sepse kam punuar shumë vite si mësues në komunën e Luzit vogël ku Besa po i luan ndeshjet, ndaj dhe ato janë parametrat dhe me ata do të luhet Besa Skënderbeu në datën 24. Stadiumi i Besës ka nisur puna? Stadiumi pritet nga minutin në minutë, do të thoja, jo më nga dita në ditë, që të nisin punimet dhe të shpejtohet ritmi i tyre. Gjithçka është gati, edhe ato që nuk thuhej më parë që nuk ishin gati parat, edhe ato janë gati. Dhe kjo është e rëndësishme dhe kryesore. Jo se ju thatë që do të fillonte në shtator, jemi në janar. Dëgjoj, në Shqipëri çuditë ndodhin në mënyrën më të habitshme, ndaj dhe ne si pjesëtar të jetës futbollistike në këtë qytet, por në fakt stadiumin e Kavajës e dëshiron gjithë Shqipëria, jo vetëm Kavaja vet, lutim Zotin, po i hapim syt tani lart nga qielli, që kjo punë të nisë dhe të mbyllet sa më shpejt dhe Kavaja t'i gëzohet një impianti të mirë për të rikthyer traditën e vet të mrekullueshme. Fatmir, kthehemi tek ajo që ka ndodhur këtë javë, një barazim i Besës. Duket sikur është një Besë që ecën, ka filluar tani të ecën me hap të madh dhe dal nga dal e shikoj që unë nuk ju besova shumë, të jemi sinqertë, në javën e para kur thatë që kjo Besë do ta shikoni shpejt, do të jetë atje në katërt dhe do të luftojë në Superligë nga ajo rrugë e gjatë. Por duket sikur po vjen atje tek ajo rrugë e shkurtër, më duket.
Tani rruga faktikisht nuk llogaritet tani janë disa prej hapave për të zgjedhur rrugën. Po. Besa është këtu te këto hapat për t'i rregulluar mirë këto hapa, të sigurt do të thoja. Me ardhjen e Maganit janë bërë vërtet hapat sigurt. Skuadra ka zhdukur një herë mirë mentalitetin e frikës nga humbjet dhe ka marrë një mentalitet të ri që quhet synim drejt fitoreve. Ka arritur 3 tilla dhe një barazim që për momentin duken mbi pritshmërit nëse llogarisim Besën e javëve të para kur e drejtoi një trajner tjetër, jo se mund ta bëjnë fajtor qoftë Emiliano Çelën apo Shpëtim Duron, njëri mund t'ja pasoj topin tjetrit, topin e gjërave që bën në drejtim, kuptohet. Dhe golin e bën Magani pastaj. E vërteta është që Besa ka gjetur njeriun e disiplinës sportive. Besa nuk ka trajner që mësoj futboll Besës. Për te besoj do më japi drejt miku juaj në studio, miku joni përbashkët Xhambazi, sepse vërtet Kavaja futbollin e ka pjesë të zemrës, pjesë të origjinës, pjesë të mentalitetit, të gjithë jetës qytetit, jo më të atyre që luajnë, por edhe të atyre që diskutojnë për futbollin pambarimisht, ku madje janë gati të lënë vakte pa ngrënë, por vetëm futbolli mos mungoj në familjet e tyre, në jetën e tyre. Fatmir, natyrisht ne para se të hyrim në emision kemi komunikuar së bashku dhe më keni thënë që nëse kishte një tip parë kjo Besë ndaj Pogradecit ishte fakti që luftonte për të fituar. Pa diskutim dhe madje, ashtu si gjykoj unë pa asnjë lloj do të thoja dëshire për të mbrojtur skuadrën time, por mendoj se me një përqindje të vogël, natyrisht, Besa pati shanse më të mira që ta fitonte ndeshjen. Kam parasysh rastin e minutës së fundit të Cinetu, që ishte me port thuajse të zbrazur, ai zgjodhi një model goditje për t'ia ngritur topin portierit nga sipër, por ishte një tentativë dështuar për fatin e keq të Kavajasve dhe për fatin e mirë të Pogradecit. Atëherë, Fatmir, në këto javë, domethënë në javën që vjen, natyrisht janë ndeshjet besoj përcaktuese, ju kam për shumë këtë pyetje përcaktuese, por them që në një farmase duket sikur o do t'i afrojë o do t'i largojë ekipet, pasi ndeshje 6 ekipet e Kreut me njëra tjetrën? Jo, unë mendoj kështu që 5 pikë diferencë ka aktualisht Skënderbeu ndaj rivalëve, janë një provë mirë serioziteti e Skënderbeut që të mos gabojë me rivalët. Nëse këtë e zgjidh mirë dhe shumë mirë, Skënderbeu nuk ka premisa ta hedhë në erë sezonin. Do të ngjitet direkt si kampione e kategorisë parë dhe sigurisht kjo është një meritë e futbollit korçar, e traditës mirë, e punës mirë të bërë nga njerëzit që drejtojnë dhe punojnë në atë qytet, por e vërteta është që kam një, po them, mëdyshje, nga sa po shoh, u lëkundë mjaft me luftëtarin, por dua të rikujtoj, me qenë se jemi në prag të Besa Skënderbeu të fazës 2, të këtë javë, këtë fundjavë të në më saktë, dua të kujtoj që edhe me Besën, edhe pse Besa binte pa pikë në prag të asaj ndeshje që u luajt një ditë para 100 vjetorit, Besa ka luajtur më mirë se Skënderbeu dhe korçarët kanë fituar me fat. Besa është paraqitur shumë mirë në Korçë. Edhe unë po e mbyll bisedën tonë, pikërisht atë që ta letyrojmë fat të gjitha ekipeve në këtë kampionat e natyrisht edhe këtë javë që vjen. Faleminderit Fatmir Refica, të uroj një natë të mbar ju dhe gjithë Kavajës. Suksese ju, Skënderbeu tuaj dhe gjithë miqve që janë në studio. Faleminderit Fatmir Refica. Faleminderit shumë. Para se të kaloj pak tek lojnat, pasi po më pret i ftuari tek studia numër 2 më bën regjia shenjë, unë do të diskutoj një moment, të lutem regjisë, kemi një gol të diskutueshëm, një moment të diskutueshëm ku është thënë nga ana e Pogradecit që ishte 11 metra. Shumë ta diskutoj me Xhambazin dhe miqtë e mi, kolegët e mi gazetarë në studio. Të lutem regjia, mundet më japësh pak atë moment të diskutueshëm, e kemi veçuar nga kronika, është ai çast. Ja pra, Xhambazi, ta ndikim pak këtë moment kur të paktën pretendohet që ka qenë një 11 metësh. Shikojmë. Ky është momenti, regjia më ndihmon shumë mirë edhe në këtë moment. Shikojmë, ky është një moment Brendon. Në limite me sa e shikoj unë atë, lojtari Besës nuk ka prekur topin. Për mua dhe mund të jepej 11 metësh për skuadrën e Pogradecit. Gjithmonë në rast se mbrojtësi Besës nuk ka prekur topin, pasi është me një kovones.
Nuk duket. Edhe isha ndoshta ndeshin nga stadiumi dhe nuk është se pati dhe shumë pretendime dhe rënia e lojtarit. Ishte simbolim? Mirë, pak sa tentativ për ta fituar. Po duhet të shtoj që ka qenë një moment në 5 minutat e fundit ku futbollisti Santi Hipogradetit ka shfrytzuar gjatë një dueli me futbollistin e Besës dhe aty më së shumti ka pasur pretendime dhe besoj se ajo mund të ketë qenë pak më shumë penalti në raport me këtë të Toshevski. Jo, nuk mendoj se është penalti, është kontakt i lehtë, topi ka ikur. Është shumë e vështirë ta përcaktosh këtu, por duhen parë këmbët. Atje kur goditen, se po su godit këmba, edhe do me topi është ajo. Ta shikosh këmbën. Dakor, po nuk është simulim, kanë tentuar ta fitojë sepse kundërshtari ynë me Inkovones. Po dakor, nuk sa i fortë është kontakti, puna është që rregulloria nuk thotë është kontakti i fortë apo i dobët të kontaktit. Ndeshja e Kupës së Afrikës dha penalti në minutën e 108 dhe penaltia ishte 100% penalti dhe ata vetëm se prishte lojën në ato minuta, e kupton? Dhe këto ndeshje nuk duhet ta prishësh lojën, te kjo e kanë. Atëre, derisa regjia të më njoftoj që edhe nga studia numër 2 do ta kemi lidhjen gati, unë do të diskutoj pak për kategorinë e dytë. Ildi, sot është një miqësore, Skënderbeu B, nëse do të shprehesha kështu, futbollistë që nuk ishin luajtur, një ndeshje me ekipin e Devollit, 2-1 fiton Skënderbeu. Po besoj se një zgjedhje e arsyeshme e trajnerit për t'i mbajtur në ritëm lojtarët që nuk patën minuta. Do të parë edhe këta që janë në merkato që karikuar plus edhe pjesa e lojtarëve të afruar në merkato që duan ato ingranazhet e duan. Për sa i përket ekipeve të kategorisë së dytë, Devolli duke se ka hyrë fuqishëm në këtë merkato janari, ku ka afruar lojtar cilësor spikat natyrisht afrimi i Pecanit, një lojtar që ka mundur të lërë gjurmë në elitën e futbollit shqiptar, si dhe ka marrë minuta në kategoritë parë, qoftë me Skënderbeun edhe me Kuksin. Për sa i përket ekipit të Maliqit, momentalisht ka afruar një lojtar afrikan i ardhur nga ekipi i Tërbunit të Pukës, ndërkohë që janë larguar 4 brazilian, të cilët nuk është se kishin ato minutazhin e madh në pjesën e parë të sezonit, por besoj se deri në rifillimin e kategorisë së 2 do të ketë edhe 2-3 afrime. Për 2 javë fillon në datën një shkurt fillojnë në të dyja ndeshjet, natyrisht Maliqi ka pushim. Besoj se këto afrime do t'i bëjnë ekipet më kompetitive për të synuar si Maliqi dhe Devolli atë pesën e parë apo dhe qoftë dhe mesin e artë të renditjes. Devolli priste ende disa përforcime me stadionin. Ka dhe dy lojtarë që janë në pritje për shkak dokumentacionit. Jo, 2 i erdhën, mbritën dhe janë bërë pjesë e ekipit, trajneri Vasian Ballço i ka pranuar, domethënë do të ketë pjesë, janë dhe 2-3 futbollistë të tjerë të talentuar, pasi ne kemi thënë që Skënderbeu ka një afrimitet. Mund t'u azoj me atë afrikan, besoj futbollistë afrikan. Po, janë disa futbollistë tuaj dhe ndërkohë që pritet edhe një surprizë tjetër tek vija e sulmit, të paktën kështu kanë deklaruar tek Devolli. Ti Devolli nuk prinde. Nuk i kam unë informacionet e Devolli. Unë vi shikoj ndeshjen, shikoj nivelin deri ku janë. Është më shumë në pjesën e analizës. Unë dua ta shijoj tash në rregull, mos e tani nuk mund të pretendosh emra në kategorinë e dytë. Ja erdhin 2 brazilianë. Pesani okej se e njohin. Okej, Pesani është okej një emër që njihet. Po tani 2 brazilianë, 2 afrikanë. Mund ma thuash emrin, mund më thuash si ka sa pozicion luan. Tek Skënderbeu shoh vjen. Okej. Kështu arriti puna tani, po bëjnë eksperimente në Skënderbeu. Okej, do ta diskutojmë përgjithsisht pasi do të kalojmë pak tek lojnat. Tek lojnat dhe pikërisht tek basketbolli i meshkujve, në studio numër 2 po pret trajneri i ekipit të Skënderbeut Bruno Topi. Bruno, mirëmbrëma, të përshëndes. Bruno mbeti në studio numër 2, nuk e kuptoj be. Bruno do të kaloj tek studio numër 1. Bruno, mos hajde, po s'erdhe te njash. Bruno, po vazhdoi kështu besoj. Jo, mos hajde. Bruno, kur ti je në treshe e ke vendin këtu në studio numër 1. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe aftën në pesë thuaj. Mirë se u gjej. Bruno, keni startuar kampionatin dhe natyrisht u kam thënë një ndeshje dramatike, ajo që është zhvilluar në Fier, një Skënderbeu që fiton me 2 pikë, siç më thatë edhe ju tek shtesa. E kam ndjekur unë rol përpara se të flas. Po prima të flas Bruno, apo lere Bruno. Jo, ta flas atë që pash, pra pastaj le të flas më taktikisht Bruno. 2 periodat e fundit bashkë me overtime-in i kam ndjekur, sepse i transmetohej ndeshja në YouTube dhe ekipi Skënderbeut nuk u dorëzua në asnjë moment përballë ekipit të Fierit që mund të themi që kishte një nivel pak më lart se ne. Domethënë duke krahasuar me vitin e kaluar që kur luanin përballë Fierit shkonin shëtitje, tani
ne luajtëm si të barabartë përballë ekipit të Fierit dhe unë pash një diçka që ndeshjen Bruno e fituan 3 pikshat në fund të lojës apo dhe në overtime. Mbase duhet të tentojnë më shumë 3 pikshin lojtarët, nuk duhet të ezitojnë aq shumë. Dhe pse në minutat e fundit duhet të jetë pak klatsh ai lojtari që të arrit ta bëj 3 pikshin, po që 3 pikshit e dha fitoren, me sa pa shumë. Po Bruna. Ndeshja kjo ishte ndeshja si thua e para e fazës së dytë, sepse para një jave kishim ndeshjen e fundit të fazës së parë me Vlorën, e që ishte një ndeshje si thua relativisht e lehtë në letër, sepse Vlora nuk është se ka ekip që të pretendojë dhe u mbyll me sukses siç e kishim parashikuar, dhe këtë javë kishim ndeshjen e fazës së dytë të parën me Apollonin. Ndeshjen e parë me Apollonin u mundëm në Korçë me 13 pikë në mos gaboj, por nuk kishim 3 lojtarët që ishin kryesorë në peshë këtë javë. Ndeshjen e përgatitëm jashtëzakonisht mirë, si në stërvitje, si në moral, si në mentalitet, si në fazën e trajnimit, dhe ja arritëm ta dilnim. Luftuam jashtëzakonisht kundër një ekipi që ka vetëm 2 humbje në kampionat dhe ka humbur kundër Beslidjes dhe kundër Tiranës, dhe është një nga pretendentët për Final Four ose edhe për titullin kampion, ku me Beslidjen humbi me 5 pikë, me 6 pikë një javë më përpara. Dhe shkuam të bindur se mund të merrnim një rezultat maksimal, mbase mund të ishte humbje me 1 pikë, por mund të ishte fitore. Me afrimin e ri që bëm të një lojtari, besoj se mund të ishim të barabartë në ndeshje. 2 periodën e parë arritëm të u shkëputëm në 4-5 pikë, mbaroj me 1 pikë diferencë, shkoj deri në fund 64-64, por dëshira dhe si që themi ne uria që kishin lojtarët tanë, ishte tregoj vendosmëri në fund në overtime, në kohën shtesë, ku me qetësi u bën 2-3 pikshe, 2 gjuajtje nga 3 pikë, një lojtari me numrin 9 Bruku dhe lojtari me numrin 2 Linton, gjuajtjet lira që realizuan, dhe kjo i dha fitoren. E rëndësishme ishte që në këtë ndeshje ishte mbrojtja ajo që fitoi lojën. Ishte mbrojtja. Lojtarët, domethënë, ishin si një zinxhir i vetëm që luftonin bashkë në mbrojtje dhe kishte komunikim, kishte zhërvjetësi në lëvizje, dhe ajo na dha fitoren. Bruno, duket që nuk dëgjova nga ju atë që ka ndodhi me Kamzën në këtë ndeshje. Ajo që ndodhi me Kamzën tani nuk besoj se... Jo, në këtë ndeshje nuk ka ndodhur. Nuk besoj se do ndodh dhe do përsëritet më. Është gjë e mirë kur ngrihet pak zëri, kur të dëgjojnë në deri diku, dhe nuk besoj se mund të ndodhin më. Kamzën e presim në ndeshjen kur të vinë në Pogradec që do zhvillojmë, dhe shpresojmë se do jetë ndeshje normale dhe aty do duket kush duhet ishte edhe fituesi në Kamz. Bruno, sa ju pengon do pak fakti që ju tani nuk stërviteni dot në Pallatin e Sportit, jeni tek qendra, natyrisht ndeshjet i zhvillonin në Pogradec, pasi në atë fushë nuk plotësohen kushtet? Ne nuk jemi as tek qendra, ne bëjmë tek palestra e Raqi Qirinxhi stërvitje, dhe ka rënë intensiteti çdo gjë, sepse muret kufizuese, siç janë palestrat zakonisht në shkollë, ndikon çdo gjë, pavarësisht se stërvitjen e bëjmë që t'i mbajmë lart në intensitet, në moral, por që ndikon jashtëzakonisht dhe në Tiranë, dhe aspekti tifozerisë, më falni, Pogradec, dhe aspekti tifozerisë ndikon, sepse vinë 5, 6, 10 veta maksimumi, kur në ndeshje në qytet në Korçë kishte 200 veta. Kishte filluar dhe ju ashtu si voleybolli të rishtit. Voleybolli që na vinin jashtëzakonisht shumë tifozë. Shpresojmë që të bëhet sa më shpejt pallati. Po jo, natyrisht shpejt, këtë sezon nuk ka rini. Këtë sezon jo. Shpresojmë në sezonin tjetër, mbas edhe në fund të vitit. Atëherë për të kthyer tek realiteti, Bruno, ju fituat ndaj ekipit të Apollonisë, një ekip që thatë ka pësuar vetë 2 humbje. Kjo natyrisht ka ndikimet e veta tek ekipi për të rritur edhe më shumë besimin që mund të dilet? Patjetër, kjo fitore na të gjithë si lojtarëve, si përveç pikëve është dhe ndeshje morali. Përveç pikëve e ngrej jashtëzakonisht moralin
tani kemi 2 ndeshje si me Partizanin edhe me Tiranin që luajmë në Pogradec. Shumë me Partizanin e theve atë rekordin që ishte mundur Partizanin nga Skënderbeu. Po, tani shpresojmë. Tani s'ke rekord çfarë të thuash, vetëm të fitosh. Ta kemi vazhdimsi. Vazhdimsi. Dhe pastaj kemi ndeshje akoma më të fortë që është kundra ekipit të Tiranës. Besoj se morali i ekipit është lart pas kësaj fitore. Shpresojmë ta bëjmë në këtë nivel, por mos të arrim në vetë kënaqje. Mos të arrim në vetë kënaqësi. Bruna, atëre, objektivi juaj për këtë sezon? Objektivi tonë për këtë sezon, e kam thënë më parë, është të arrim 6-ën, të hyjmë në play-off. Kjo është e rëndësishme dhe besoj se me 100% do e arrim. Për sa i përket Merkatos? Merkatoja, duke patur dhe buxhetet e kufizuara të gjitha, besoj se është mbyllur, por me këtë kontingjent dhe me këtë roster që kemi, besoj se mjaftohemi dhe do jemi për në play-off. Faleminderit Bruna. Falenderoj dhe të uroj suksese. Faleminderit. Dhe të premtoj që radhën tjetër do të jesh në studio numër 1. Faleminderit. Sepse va kritikë. Fitoni ju atje, më mirë fitoni edhe letërisht. Ajo është e rëndësishme, pa flasë edhe këtu s'është problemi fare. Faleminderit Bruna. Faleminderit. Diçka më përshtypjen Gjeroma në kjo ndeshje, përveç një basketbollisti shqiptar në një moment caktuar, jo titullar, po në një moment caktuar që aktizoi skuadra e Apollonis. Të gjithë pikët të shnuan nga basketbollistë tuaj, pra qoftë amerikan apo të komisive tjera që kishin të 2 skuadra. Dhe domethënë kemi dominim të frikshëm të lojtarëve tuaj tek basketbolli. Që kur u lirua që do ndodhte kështu, pritej që kështu do shkonte situata, nuk është më problem. Rëndësika që tani. Tek futbolli atë nuk do marrim. E shikonim ne të dy basketbollin në Korçë, shikonim ne përpara një viti jo. Tani po e shikojmë sepse tani ka spektakël aty, ka nivel aty. Ne po rivalizojmë me ekipet e tjera aty. Çfarë rëndësi ka? Edhe në futboll as si lojtar mos ke shqiptale mos ke. S'ka të bëjë me atë. Ja pasi pajtohesh me këtë debat. Unë shijoj që të ketë, nuk është ishte ideale të kishin shqiptar. Pra, duke të rega. Duhet kohë që ti në atë trendin e basketbollit. Ka mbaruar ajo. S'ke si e kundërshton, domethënë që të thuash atë që thotë dhe Petrika, domethënë i pëlqen, ke një basketbollist që është i mirë, bën vete, e shikon, thua dal vetë shikoj. Edhe futbolli. Ca tregti, ca komerciale, ca biznesa lidhje. Ca biznesa ashtu kështu bë kjo punë. Jo, dakord profesor, por po të dëgjosh dhe po të jesh në kontakt edhe me shumë tifoz ose me shumë prindër të sportistëve korçar, thonë që fëmijët tanë nuk janë pranë ekipit dhe marrin këta futbollistë huaj. Dakord, edhe unë kuptoj këtë pjesë që është kjo, por duket sikur një farmase edhe ata kërkojnë diçka më shumë, sepse qytetit tyre duan të i vendosë, sepse po të shikonje në këtë ndeshjen edhe me Devollin, ishin 3-4 futbollistë korçar që realisht kur shikonje këte nga ekipi tjetër, jo se kam gjë me Devollin që ishin nga Devolli, dhe nuk i shikonje me atë fanelën tjetër, dhe shikonje disa futbollistë, nuk duhet paragjykoj askënd, sepse gjithë secili lufton për të patur një vend në formacion ose për të zhvilluar futbollin, nuk e di, domethënë kjo është një temë që ne diskutojmë shpesh Erildi, po. Svaret nga ne, Romi, Jo, dakord. Si mendim është mirë është. Ne mendime japim, ne s'kemi gjë dorë, se po të kishim nuk kishim këtu në studio, nuk bënim emision. Edhe ne na pëlqen të jenë korçar edhe kështu. Janë vërtet ka dim korçar që e meritojnë që ta kenë atë shansin me ekipin e Skënderbeut kur shikon. Më fal një moment, pas jemi përsëri tek lojnat, por në këtë moment e kam një tjetër lidhje të drejtë për drejtë dhe kam Orsion Axhillarin, trajnerin e ekipit të Skënderbeut të voleybollit femrave. Orsi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma Romi, mirë mbrëma dhe të ftuarve që keni studio. Na fal që të lam pak të prisje, por gjithsesi kishim një kolegun tënd Bruno Topi pak përpara dhe natyrisht na entuziazmoi kur tha që u luftoi për atë 6-ën. Ndërkohë që kemi voleybollin e femrave që duket tani se nuk lufton për atë 4-shën, por lufton më shumë, apo jo Orsi? Po aktualisht domethënë ekipi është në vend të 4, jam brenda fazës të play-offit, domethënë fillimisht ky ishte objektivi i ekipit. Jemi dhe në gjysmëfinalet e Kupës Shqipërisë. Këtë javë luajmë dhe 2 ndeshje me ekipet kosovare që pretendojmë dhe këtu të hyjmë në gjysmëfinalet e ligës të Gjergj Kastrioti. Kështu që këto janë objektivat e ekipit deri tash dhe deri tani jemi brenda objektivave. Kështu që shpresojmë që në vazhdim të kemi edhe diçka më shumë se ky vend i 4. Shko, më pëlqen kjo, do me thënë, je pak, e mban pak të fshehur, por gjithsesi e ke atë egon, diplomat, jo më, nuk kam marruar diplomat si Orsi, po. Jo, më shumë si ka, është diplomat, si mënyra, është gjithmonë me këm në tokë. Po syrin ja ka që të jetë atje tek pretendentet për të luftuar, e pse jo, po ti bësh një pyetje. Shko, është një pyetje pak më shumë për pjesën e ku zhvillohen ndeshjet. Bruno tha që nuk i plotësonte kushtet Arqit, nuk i plotësojnë kushtet për të luajtur basketboll. Për volejboll i plotësojnë kushtet atje, pra luani në
në qytetin e fëmijëve. Në qytetin e fëmijëve, çfarë ndryshon kur plotëson për volebollin, se si plotëson për basketbollin ajo? Tani në radhë të parë për volebollin i plotëson kushte sepse ne kemi shtruar dhe një tapet atje që quhet Teraflex, që ti e di që luhet voleboll. Edhe ambienti është shumë i ngrohtë dhe lartësia e palestrës është shumë e madhe, kështu që për voleboll është në kushte ideale. Kurse për basketboll, parketi i qytetit, drejt me them, nuk është në cilësi normale për të luajtur qoftë voleboll, qoftë basketboll. Dhe kështu që për basketboll nuk është në kushte të përshtatshme. Kurse për voleboll me shtrimin e Teraflexit që kemi bërë në këtë vit, është në kushte optimale dhe palestra është e ngrohtë, kështu që kushtet janë shumë të mira për voleboll. E qartë. Okej, Orsi, atëherë të kalojmë pak tek ajo. Çfarë ndryshime ka ndodhur tek ekipi juaj në këtë fazë, domethënë pasi starton kur dihet që merkato është e hapur edhe diçka tjetër? Drejt me thënë, ekipi deri në fund të vitit do jetë ky, nuk do keni afrime të tjera. Pavarësisht se ekipet e tjera, qoftë Dinamoja, qoftë Partizani, edhe këto ekipet e tjera nuk e di po lëvizin në treg dhe janë munduar që të përforcojnë më shumë. Ekipi deri në fund sezonit do jetë ky dhe unë siç e kam thënë që në fillim, ky ekip do jetë kocke fort për të gjithë. Jemi pjesë e play-offit dhe do jemi pjesë e play-offit, kështu që të shohim çfarë do ndodhin deri në fund. Shpresojmë që të gjitha këto gozat e vogla që kemi në ekip, që kanë një rritje të konsiderueshme, ta tregojnë veten deri në fund. Kështu që jam besim plot që kushdo ekip që vjen këtu në Korçë nuk e ka të thjeshtë. Natyrisht i qëndroni këtij fakti, por mua më bë përshtypje fakti ne diskutuam pak përpara në studio kur shikojmë ekipin e basketbollit ose diçka tjetër me tuaj, më vjen mirë që tek ekipi juaj shikoj ato talentet e vogla, ishte vogla te ekipet e Skënderbeut që tashmë po rriten. Dhe nuk e di, mua më pëlqen shumë. Nuk e di Xhambazi, të pëlqen ty ky fakt? Si s'më pëlqen. E tham, dëshira jonë është të jenë sa për shumë. Jo, Orsi e ka këtë merit. Bravo, bravo. Nuk lufton për kampionatizmin, po kërkon të rrit këto. Orsi dhe profesor Kapedani kanë thënë në studio dhe kanë thënë që kampionatin e fiton ai që ka shqiptarët më të mira në ekip. Se voleybolli ka specifikë. Voleybolli ka specifikë që ka një numër të Orsi, si është gjendja e ekipit dhe si po punohet pak tek ajo që ban pëlqen gjithmonë tek të rejat. Domethënë do ta kemi këtë vazhdimsi? Ktu ishte pyetja ime. Po, domethënë sa po e thashë Romi, domethënë këtu ne kemi një grup të rejash që relativisht i di shumë mirë që mosha mesatare është shumë e re, 15, 16, 17, që është shumë e re për të mbajtur peshën e dhe po përballojnë. Po, por unë besoj që kjo vetëm i rrit. Kështu që ato kanë një përmirësim të jashtëzakonshëm dhe unë shpresoj që deri në fund të sezonit ju do t'i shikoni dhe besoj që moshën nuk do t'ja u dalloni dot. Kështu që jemi në rrugën e dur, edhe ekipi është në rrugën e dur, ekipi ka frymë, ekipi lufton me çdo lloj ekipi, pavarësisht se ekipet e tjera, siç e tha më përpara, që i kanë shqiptarët shumë të mira, lojtarët të aprovuara në kampionatin shqiptar, kurse ne kemi lojtarë të reja, kështu që kjo është një kënaqësi sepse janë të reja, janë korçare. Kështu që mendoj që e kam thënë në një intervistë tjetër, brenda disa vitesh këto do jenë emrat kryesore të kampionatit shqiptar të paktën, pastaj pse jo dhe jo më shumë. Po, Brendoni ka diçka se nuk po të lëshojnë sot. Jo, në pyetjet të fundit në atë se me Olsin e kemi diskutuar në fillim të sezonit. Mendove që në muajin mars le të themi skuadra do ishte shumë e konsoliduar normalisht se nga gushti shtatori kur e morë që filloi stërvitja që u grumbullua dhe normalisht pa diskutim që dhe unë besoj që në muajin mars skuadra do jetë më kompetitive. Të paktën tani që jemi në janar, sa përqind mendojnë që skuadra shumë më mirë se sa në shtator le të themi kur nisi sezoni? Jo, nuk po ta them me përqindje, po ta them me një me atë syrin tënd, po. Që është katërcipërisht një skuadër tjetër, domethënë. Sepse në fillim ishte shumë e vështirë të ndërthurje lojtarët e huaj që kanë një farë moshe relative me moshat e vogla. Dhe tani më besoj që ato janë bërë një trup i vetëm. Edhe ekipi ka frymë dhe ekipi luan voleboll cilësor. Kështu që është në mendimin tim, po besoj se edhe sportdarësit e kanë parë që është një rritje cilësore dhe shumë më mirë. Orsi, të falenderoj për këtë lidhje, faleminderit për pritje, të pritet pak vonë, por që gjithsesi ishte kënaqësi që komunikuam së bashku, ju urojmë suksese ju dhe ekipit të voleybollit. Faleminderit.
Ishim me Xhillarin, trajnerin e ekipit të voleybollit. Gjatë kohës që Orsi fliste, pasi kam dhe 1 minutë, më thot regjia, xhamazi, dua të kam një problem që ne mund ta diskutojmë. Duke sikur ka humbur pak ajo se unë nuk i shikoj të paktën, kur zhvillohen ndeshjet, kush do të luaj. Ne aty tek kinemaja përkatësisht kemi pasur një tabel ku vieshin edhe ndeshjet se kur zhvilloheshin. Dakor, me rrjetet sociale tani, po jo të gjithë merren tek rrjetet sociale. Nuk e di, më ka bërë përshtypje dhe mund ta ngre si problem. Do të them diskutoj një njoftim publik, tamam, me një tabel, diku, me një strep, me një... Do me dhe një kënd. E kemi pasur një kënd. Nuk është e thënë që në rrjetet po dhe mund duhet vetë ta kërkoj faqen e klubit të shumë sportës, për shembull, që ta gjejë. Nuk janë të gjithë që mund të nuk e kërkojnë të gjithë, kështu që çdo javë mund të vijë një afishe që ndeshje këto ndeshje janë, futboll, basketboll. Në zonën këmbësore të qytetit, siç vihet kur ka raste shfaqjesh në teatr, të vihet një. Po ka vende. Po ka vende plotë, po bëjnë mbushje me këngëtare, me partie, me ku diun, me se po i mbushin se kush ashtu dhe nuk pas ka një për sportin për të... Zona më kryesore që kalojnë, që është pjesa e pedonales pra qendra e qytetit, po them ashtu siç vihet kur është Koko Festi apo kur ka këto festivalet e teatrit, të ketë një për këto pjesën e shumë sportit, sidomos meqense basketbolli okay, po luan po gradec tani, po voleybolli që vazhdon të luajnë. Po ke futbollin, ke voleybollin, ke kategoritë e moshave që askush nuk i di. Dinë vetëm prindrit që ju thon fëmijët që kemi ndeshje, domethënë ndeshje dhe nuk e di, do ta ngrej këtë problem kalendarin e javës. Po pra, asgjë të keqe. Qëndron, besoj se është një problematikë që qëndron. Dhe nuk është ndonjë gjë vështirë që kërkon një investim për të zgjidhur. Po jo, ma printim kërkon. Po. Klubet i kanë përfaqësuesit që mund të angazhojnë 1 minutë për të nxjerrë agjendën, se nuk është se jo, besoj se na dëgjoj dhe futbolli dhe shumë sportit, na dëgjoj të paktën për të problematizë që ngritëm, domethënë mendimi im nuk është ndonjë problem. Po mirë, pra, desa zgjidhje edhe angazhimi që duhet të zgjidhet, sepse unë mendoj që ndikon shumë të mirë edhe te atyre fëmijët të vegjël ku të vijnë gjithë kategoritë e moshave kur zhvillojnë ndeshje dhe kur luhet, sepse në fundit sporti i kërkon të gjithë. Brenda, të falenderoj që ishe pjesë e emisionit sot. Ildi, faleminderit. Petrika, faleminderit. Profesor, të falenderoj përzemërsisht dhe më vjen mirë që je gjithmonë miku jon për të dhënë mendime dhe opinionet. Të nderuar miq, kemi arritur kështu tek minutat e fundit të emisionit tonë të sotëm. Falenderoj të gjithë kameramanët dhe teknikët që punojnë me mua në studio. Unë le takim javën e ardhshme në të njëjtën orë, pra të në orën 20:30 përsëri së bashku në sport këtu në RTSH Korça. Nga Romeo Zinzifi, natën e mirë dhe kalofshin një javë të këndshme.